Për 5 net me radhar të dashësit e kryeqytetit ndoqën kryeveprat e monodramave si nga vendi ashtu dhe nga bota. Shfaqja më e ndjekur padyshim ishte Apologjia e Sokratit e shkruar nga dramaturgu grek Kostas Varnilis. E përvetësuar tashmë nga artisti merituar Mirush Kabashi, i cili për vitesh ka përvetësuar Veladonin e Sokratit duke tronditur jo vetëm skenat tona, por edhe ato të Egjiptit, Beogradit, Kievit e tjerë, e duke marrë për tyre çmime të para si dhe vlerësimet maksimale nga juria dhe kritika e mass media, e për më tepër nga publiku artdashës, ku do atorkitet e merituara e të dëshiruara për çdo artist kanë qenë vlerësime më madh që ky publik i ka falur në punën e tij krijuese. Edhe të bashkohuni me njerëz të tjerë, që ata psojnë mi pataricira si ju. Po ju më thonë që të ngërini që kliqet, që kalët, të raporitet sfurqet, dhe të bëni hi nga themeli, demokracinë atyre fishnikëve të pakt. Rëmbejojnë e atyre të gjitha të gjera që ju kanë vjedhur, dhe detyrojnë të punojnë, që të kenë të drejtë të hanë. Po të punonin ata në të rinin, ndë më përgjigje këtë prokurori që hiqet si servit para të mëdhejve dhe ishti pa mëshirë të pafuqishmit. Jo do ponja se të prokurori, jo do punoni edhe ju edhe ata, pune për bashkët, se cili si pas kontributit, pas taj dhe lirie. Po një njëri të tjilë nuk është për ne, nuk e duam, dhe më thonë të ky. Kërë e arhondi po doja pris një fjallën dhe të thonë, mos e pris gojen, o sot i kritikatës. Mos e pris gojen, se kur të vjej o di. Edhe ju vetë do të fundet në rrugë të bartë që të doni të rupin mandin, po dhe shpirtin tuaj. Jo mëre, kush do të nga të rego ka këtë rrugë, do më thojnë ta akuzojnë si të mi. Atëherë unë i varfri, do të përgjigjesha vetëm me 3 fjalë. Të urtët, të aftët, edhe të ndershmit. Bravo! Në një sallë të jetë të mbushur nga publiku i kryeqytetit, i cili do ta shoqëronte atë për një orë në interpretimin e madh të kësaj kryevepre botërore të klasicizmit grek, Mirush Kabashi ka hipnotizuar me zërin dhe lëvizjet e tij spektatorin në sallë, ku për ato orë të gjithë ishin në pushtetin e zërit të tij. Pas mbarimit të shfaqjes për 10 minuta, ky artist është duartrokitur nga publiku për interpretimin e Apologjisë së Sokratit. Duket se me këtë rol ky aktor ka hipotekuar një vend në Olimpin e artit skenik shqiptar. I polotur nga publiku dhe dorëtokitet e kolegëve të tij, ekskluzivisht për të vënjishin në dhomën e grimazhit mes emocionesh dhe lotësh logjik pas një suksesi të tillë, ai ka treguar për mikrofonin tonë emocionet dhe detaje nga jeta e puna në skenë, por sidomos për pjesëmarrjen në skenën e Beogradit, Kievit, Kairos e tjerë, ku kjo kryevepër është interpretuar nga ky artist. Nuk kam patur fatin që këtë pjesë të paraqes për para spektatorit Tiranës. Edhe pa dashur të bëjmë krahasime asaj më tepër, pa dashur që të bëjmë, si thuash, kategorizime të spektatorit shqiptar, që është vërtet shumë ardashës, shumë teatr dashës. Por ama ky spektatori i Tiranës ka një traditë më të madhe në këtë gjeni, edhe është goxha i ngrohtë me spektatorit. Dhe unë me thënë të drejtën nuk e ndaj dot nga spektatori Dorsak, është këtë spektatori i vendarritjes. Dhe e kam ndjerë me thënë të drejtën faktin që unë prej 3 vjetësh nuk kam patur të mundësinë që të jap këtë shfaqje në sallën e teatrit kombëtar. Unë mendoj se ne nuk duhet të zvogëlohemi dhe të themi se cilat kanë qenë shkaqjet, po kanë qenë shkaqje krejtësisht subjektive për fat keq. Dhe e kam pritur, megjithëse gjatë këtyre 3 vjetëve kam qenë pjesëmarrës në disa aktivitete ndërkombëtare dhe disa aktivitete ku Shqipëria për herë të parë merrte pjesë. Edhe sinqerisht jemi vlerësuar shumë mirë, jo fjala për Sokratin apo për mua si interpretues, sepse as më shumë as më pak unë jam një nga përfaqësuesit modest të këtij profesioni kaq të bukur që quhet teatr. Por teatri shqiptar është vlerësuar shumë, është vlerësuar sinqerisht shumë me këtë pjesë. Dhe prap spektatori
i vendit, spektatori im, i qytetit, Tiranës apo i Shqipërisë më ka munguar. Kështu që pa ta fatim për para disa muajve, 2-3 muajve, ta jap në Apolloni në një konkurim ku është edhe, si thuash, një farë mënyrë në pikpamjen kohore dhe vendlindja Sokratit, sepse ato janë teatrë të cilët e ndërtuar në shekujt 3-4 apo 5 para erës së re, por sot ja tani në fundin e 10-orit u riktheva tek spektatori i Tiranës. Edhe tonë e një histori të gjata. Serbia vetë një kapitull vetë, shkonte për herë të parë te shkonte teatri shqiptar. Mendoj se çfarë. Për herë të parë, domethënë gjithë historimi i këtyre dy vendeve tona, shkonte për herë të parë në një festival europian, shkonte edhe eksperjenca teatri shqiptar në një vend me cilën ne kemi patur probleme, edhe probleme jo pak të thekura. Por natyrisht ne shkonim me kulturë dhe kultura, arti kanë mesazhe paqe, kanë mesazhet e bashkëpunimit, kanë mesazhet e arsyes, kanë mesazhet e mirë kuptimit dhe të reciprocitetit. Edhe unë mund t'ju siguroj se edhe midis asaj zalamahijet male nacionaliste që për fat keq është kultivuar prej disa dekadash, mos më thanë për shekuj në të pranë prapë se prapë ka njerëz të kulturës, ka njerëz të artit të cilët dinë të vlerësojnë të bukurën, dinë të vlerësojnë atë që i bashkon njerëzit edhe që është kultura. Dhe në këtë pikpamje fatmirësisht ato e pritën shumë mirë, edhe në të gjitha gazetat dhe në të gjithë televizionet që kanë folur shumë mirë për këtë eksperiencë, edhe pse prej 40 vjetëve Sokratin atje lunte një krenari aktrimit të ish Jugosllavisë që ishte Ljuba Tadić. Gjithsesi ato folën shumë mirë për Sokratin shqiptar, për të mos thënë që ndonjëherë disa gazeta e vendosen dhe përpara eksperiencës së tyre, po kjo masë ishte edhe për arsyet etikës. Ndërsa jo është lidhur tashmë edhe teatri i tyre ka ardhur këtu tek ne, dhe ndoshta mund të jetë arti dhe kultura ajo që ti parapri politikës së nxehtë, politikës së kokave të nxehta, të politikanëve ballkanik të cilët nuk gjejnë atë që i bashkojnë, edhe që është në të mirë popujve, po përpiqen ti mshojnë apo ti hedhin benzinë atyre zjarreve krejtësisht anakronik të cilët nuk duhet të jenë. Po një eksperiencë shumë e bukur ka qenë eksperjenca e Kievit. Unë kemi marrë pjesë në një festival botror në Kiev dhe ku së bashku me 18 shtete të tjera ishte për herë parë dhe flamuri shqiptar. Edhe ato na dhanë një çmim kështu për pamjen e aktrimit, edhe pse në strukturën e atij festivali nuk ishte çmime, po stafi mbeti me të vërtetë shumë i befasuar, në të vend që një pjesë nuk e njihnin, si dinin as emrin, por që duket mesazhet që i solli Sokrati ato atyre ju indikuan shumë, që ato rezonuan shumë. Kështu ka pas një eksperiencë në Vjenë, ku kam dhënë për bashkëdhëtarët tanë, në Kanada, ku kam qenë në disa nga këto shtete të tjera, pastaj që kemi dhënë shfaqje në Maqedoni. Edhe është shpritur shumë mirë, po megjithatë prapë se prapë kënaqësinë dhe satisfaksionin që të fal publiku i yt është i pakrahasueshëm. Në këtë pikpamje unë kam një emocion dhe ndjem vërtet shumë mirë dhe mësaj lodhe që më duket se rezonova me spektatorin e mrekullueshëm sot. Ky është roli më i arritur që keni patur te kryeja? Uroj që jo, por nuk i di. Më duket se po. Monodrama pastaj pamarësisht, unë kam kënaqësinë me madhe për të thënë që për herë të parë të gjeni këtu në Shqipëri apo në teatr kombëtar e kam nisur unë, e kam startuar unë. Tani po zhvillohet një festival i monodramës, po. Kjo tregon se shiko që një dalladyshe e cila u pasuam me disa të tjerë dhe ne jemi në një festival. Sigurisht që do të vinë të rinj, do ta çojnë akoma më tutje, akoma dhe më tutje do ta perfeksionojnë. Unë e kam bërë në mënyrë artizanale, kur e kam adaptuar pjesën dhe kur e kam interpretuar deri në atë kohë kisha parë, nuk kisha parë asnjë monodram vetë. Vetëm dëgjuar dhe dëshira për të bërë një gjë skenike e cila ishte sa më aktuale, kjo nuk ishte dëshira artistike se sa ajo detyra qytetare që më ka shtyr për ta bërë këtë pjesë. Po unë po prisnje o qytetar të nderuar, o gjykatës të nderuar, që ju sot e këtu të bënit apologjin tuaj, edhe jo. Gjykatësit u inatosën pa mazë në kjo sjellje e pajnishme e Sokratit, dhe si për të treguar atij se kishin duart e tyre forcë dhe pushtet të pakufizuar, ata u mblodhën edhe vendosën. Duke dëgjuar me përgjegjësi të 3 akuzat e bëra nga njerëzit tanë më të ndritur, turvegjikues, i përdorën nga 501 antar, pasi gjykoi dhe analizoi mirë duke u hequr edhe nga vullneti i Perëndisë, vendosën Sokrati të shpallet fajtor. I pandeon mbi bazën e ligjeve tona të ndritura, keni të drejtë të zgjidhni midis vdekjes edhe syrgjynit. Sokrati në kokën e titullace pa thënë asnjë fjalë. Atëherë të lavë u ofrua dhe i zili me sa zë që kishte më në vesh. Është
rana jote të sjellësh midis vdekjes edhe së gjynit. Do mirë. Dakord jam. Të tëria, të propozimet që ju mi bëni, apo dënimet që me ipi, unë i quaj të fleshëm, edhe të dobishëm edhe për vete, pa madhe për ju, që jeni të mësam. Vetëm se ose të gjykatës, sigur t'ju propozojnë një variantë të retë. Të ndondi më mjën azilin e pritme, me jam kati, vetëm se me një konditë, të më sjellin që në më gjesë të këpon të azilit. Regullohet i vetëm, një faqën e menere që edhe ju të mos pëshini mua dhe u të mos qashon sovratin e pojen, ato pekullat e grota me njarë, si që bëni për gjapërin e rekti, dhe bjetin e përëndesës Minerva. Se unë besojo qytetarë nderuar, ju kam sjellë më tepër dobi dhe më pak dëmë se sa që do kafshe përëndis. Apo jo, ha? E pasaj, më të kam mua të vashën, që jo dhe kësha thu sytë. Edhe që gëj vetë mundën. Për vërtej për tjeshëm e shumë interesantë dhe qytetarë të nderuar, ose të gjykatës. Se ne, që vërtej të shikojnë mamur, apo jo, shikojnë përëndit, shikojnë gjallit kaluarës, gjallit të tapës, i deti shikojnë mama, hongën tonë. Ne nuk e shikojnë të të mirë, ha? Jo, më qam shikojnë, një provë një për të shikuar mundën, vjetë dhe të vjetë. Jo, vetë një provë për të parë mundën, E të shkiti tonë. E pra të një betonë Sokrati, që unë jam një titur si njerë që përshkri. Se me të vërtej të rinë titur dhe i nënqur, e shtaj që do të ketë mundësi të shikoj hundën e ti. E kështë më që së të gjëdha shumë që së fjale nga këtë që thonë e t'ju nga që gjatë tërkohës unë përmerësha me hundën time, që të bësha me i titur, me i zhjuhër, me i nënqur. Po je exageroj sa i gjërat. Si ishte e mundët, mos kisha të gjuar asë edhe një fjarë. E pasere, që kom zinte veshin do një sharje nga do njëri ka ju këtu, apo do një malkin nga këtë prokurori. Po ju bedo qeshja me vete, kur mendojnja disa përgjigje talës edhe thesve që mund t'ja kisha dhe në qasë, vetë vëtë. Si një njërë, si një një, si një shtoj sovave. Sa e mirë që ishte zëtëri gjykatës, apo si do një sot sa aset si që ishte. Një po shejtan ka pa pritu dhe pa kupuar, pas e fillon dhe më shvishin. Më shvishin pa dojë se nga kuri. Edhe vazhdojnë dhe po përsërit që të këpsente. Unë në tisesha. Ajo shpërdrili. Ato shpojnës. Edhe të rejgjukatës, që të remoni patri, po ndërsa gjohë si saj ngrodi rumbullakët dhe i fort ngrije e ule i papushim, unë da mlaja i flisnja gjere gjatë mi pap teksin e shpirtit. Edhe pastaj të fillosh edhe ta, po ta shveshës, ja të fillosh edhe e gjishto të si përmet. Shtu dhe, ja të ke hoqën edhe të si përmet kështu. E po tani do kompletuar fura dhe këto poshtë të gajtë. Shtu dhe, mos mani shpresës, keni për partja sot. Pasi ta kemi shveshër këshu lakrit. Atëherë të fillosh edhe ta rrahësh. Ta rrahësh patja, ku të dhome, ku të dekë të bje. E ke përvarën, edhe në momentin që e do mblidhet krus për në kambët e tua, duke qarë, duke repetitur dhe duke bërtitur, atëherë ti ta shtysh me forës në korris, ti kërcesh sipër edhe fillon që t'ja për, të me dhenë. Po keni parë zotë në gjykatës, t'ja e shqetan ka profin e këndë, mu hodhë në qafë,
Edhe me një fjesë e rikë me si të gjoj nga emocionet edhe me sy të mbyllur për pysën nga epshi më tha po, çfarë pret atëherë dhe ti Sokrat? Fillon dhe rrih, më Sokrat, se u dogje s'duroj të të më Sokrat. O shpirti Sokrat, rrih, më Sokrat, se s'duroj të të më. O Sokrat, rrih, më se u dogje. Po, so iku. Ore, kam përshtypjen apo sikur jo përtjeu kjo pjallë. Jo në fakt s'keni fare le vërditje mua po më vdisni. Se s'kan për të kaluar shumë kohë kur këta më të fuqishmit. Do t'i paguan shumë shtrejt prestigiatorët, editorialistët, gazetarët, mandin e naivëve, dhe që këta ti mësojnë fëmijën të tyre që e gjëja edhe e më rëndësishme se sa dashuria për nënën dhe për baban është në nështrimin ndaj më të mëdhejve, ndaj udhëheqësve. Në fakt edhe unë me thelbin e filosofisë ime u jepja goditje këtyre naivëve të shkret mund në thelbin e kurrizit, u paralizonja vullnetin. Është natyrshme që politikanët apo pushtetarët ata më ngarkojnë mua të tëra paftësit dhe poshtërsit e tyre, pa ma mbani mend. Kur unë të kem vdekur, ata do përpiqen e do bëjnë çmos që të kenë një tjetër Sokrat dhe ta pakuzojnë në kazanin e opinionit publik si ateist, si tralltar, qoftë edhe si terrorist. Po sepse u duhet gjithë një viktim që ta hedhin në kamët e turme së zëmëruar, sa herë tje ata ta ndjejnë vetën pisë. S'mund të jetoj, më për qoftë edhe për pak, as turma pa uqërit mi krye, pa masa dhe ta uqërit, pa ateistët, pa tralltarët, apo pa terroristët. Jepre, do kanë qenë disa pjesë të këqije, të gabuara të filozofisë ime që ishin fortifikuar në shpirtin tim dhe ishin bërë si një demon. Dhe me këtë demon, unë nuk isha sjellë dëm shumë të madh njerëzve të ndershëm të drejtë, të cilët kishin besim tek fjala ime, dhe shpresonin tek ajo. Edhe unë doja t'i laja këto gabime dhe t'i ndreqja këto faje. Dhe u betoha mos të gjykatës se sikur ju të mos më kishin dënuar mua me vdekje, do ta kisha bërë një gjë tillë me siguri. Dhe të është i juaj, që pregjeje s'ju t'jakon, se s'janë tuaj atarat edhe palatit, anijet edhe paraja, mendimet edhe vullneti, përëndia dhe pushteti jo, janë të huaja. Vetëm pak për ju shkeni aq vend sa të fusni një kokën kurin të gjallë për të hapë një varku të vdisni. Dhe jo vetëm asgjë për gjithë këtyre gjërave që duket rreth rrotull, juve s'ju takon. More për dhe vetja juaj. Edhe shpirti juaj i takon dikujt tjetër. O, qytetar të nderuar atinës. Mua më duket se ju këta dordolecët i merrni për njerëz të mëdhenj. Ndërsa erërat që frynë. Ore, mos vallë ju kujtoni se janë perëndi, nërsa unë i varfri. Unë i varfri këta njerëzit të mëdhenj, i marë për dordolec. Nësa perëndit, për erë. Jo ndërroni, o zotërinj, nërsa unë shikoj, shoh se kam më tej për të ru. Kam të rurin më të malë që ka patur dhe njëherë gjërë në sot vëndi juaj. Edhe pikërisht pse kam patur fatkeqësinë të shikonja, të gjitha gjërat më dilnin të zeza dhe të errëta. Edhe kur u bindet se edhe ju, njerëzit që më rrethoni mua, nuk jeni frymëra apo shpirtëra, po vetëm se zor, plenca dhe bëlqi. Edhe se jeta nuk ka asnjë kuptim, dhe asnjë qëllim tjetër përveç se vdekjes. Atëherë do unë i varfër as përpiqesha të bëjsha më i mirë nga qisha, po e lëshonja vetën time të binte let në përdopsitë e mia, që është e vërteta në të njëjtën kohë formonin edhe forcën time. Si njëri për tacë edhe me ltallë isha hapur as me ju, po ju betohet Sokrati, që e ora zgjidhe me vetë. Edhe përpiqesha të harronja të djeshmin, të sotmen, të nesërmen, domethënë vdekjen. Edhe tani më sfundi, ishte një i demoralizuar nga të katëranët, i ndërzuar sinqerisht edhe gjithmonë që ju të më vdisni. Se për të shpëtuar nuk kam përdorur as mjetet e politikës, as të hollat e miqve, as të vërtet, as gënjeshtrat.
Edhe e po ja them se edhe të hapur ma kishit lënë derën e burgut. S'do kisha dalë për ende. Provojnë një herë fuqin tuaj, e bashkoni me njerëzit e dirë, që edhe ata psojnë një mi patëricira si ju. Po ju mjafton që të grini që kartë, që kiqet, drapërit sfutjet e qomakit, sopatat e të bëni hi plur nga femeni, demokracive këtyre fishnike të batë. Rëmbejnë e atyre të gjitha të ki kanë vjevu. Dhe të dyroni të punojnë, që të kemë të drejtë hanë. Po të punonin ata, ne të rinin. Në përgjigje këj prokurori, që i si servit para të mëdhejve, dhe ishti pa më shirë të pa fëqishmit. Jo, zë, prokuror dhe i thonë unë, do të punoni edhe ju në ata. Unë e përbashit, se cili si pas kontributit. Po pastaj dhe liria. Po një njëri të tjilë nuk e dua, nuk është përnetë, më thonë të këj kërër hondi, po ndë e apris nga fjallën dhe i thonja, mos e prish gojën, o zdo të kërëj gjukatës. Mos e prish gojën, se ku të vija ju pita, Petru Sokrati, edhe ju vetë do futin në rrugë të mbarë, që që pëtonë trupin, nëndin, po dhe shpirtin tuaj. Jo, mëre, e kush do të regoj të rrugë, do më thonin ta, akuzonjë si të vi, tëre unë i varëfëri, dhe u përgjigjesha vetëm me 3 fjalë. Të urtët, të aftët, edhe të ndershëm.